Gerta, të përshëndes, për çfarë do të shërbej kjo luftë tani? Të përshëndes Genta, atëherë në bordin e anijes Libra janë duke u kryer dhe përgatitjet e fundit për të përgatitur pra ceremoninë e dorëzimit, ku do të jetë i pranishëm kryeministri Edi Rama, zyrtarët e mbrojtjes italiane dhe asaj shqiptare. Në fakt anija e Libra është një anije patrulluese luftarake. Misioni i saj kryesor sigurisht do të jetë mbrojtja e sovranitetit në ujrat territorial të Republikës së Shqipërisë, duke qenë se ajo do të jetë pjesë e flotës detare të Shqipërisë. Por megjithatë, përveç misionit e saj të sigurisë, anija Libra gjithashtu do të shërbejë edhe për patrullime të ndryshme në ujra territorial, por dhe për operacione të tjera në mbrojtje të emergjencave civile. Në fakt, anija Libra është kështu dhe anija më e madhe luftarake që ka pasur ndonjëherë forcat detare e Shqipërisë, por për të ndalur tek jo se çfarë do ndodhte ditën e sotme në portin e Durrësit, në fakt është një agjendë ngjeshur së bashku me anijen Libra në portin e Durrësit është ankoruar dhe një anije historike italiane, Marinës italiane, bëhet fjalë për anijen Amerigo Vespucci, një anije në fakt e ndërtuar në vitin 1931 dhe misioni i saj është tashmë të lundroj në botë, duke qenë se ajo konsiderohet si anija më e bukur në botë dhe në fakt cilësohet edhe si një ambasadore lëvizjes e Italisë, duke qenë se ajo nëpër detet duke lundruar, pra ajo transporton dhe kulturën dhe traditën italiane. Ajo se çfarë do ndodh ditën e sotme, përveç ceremonisë së dorëzimit, do të ketë gjithashtu edhe një vizitë zyrtarëve në anijen Amerigo Vespucci. Në fakt, i gjithë aktiviteti i ditës së sotme në portin e Durrësit është i lidhur në 3 fusha të ndryshme, pra në bashkëpunimin në 3 fusha të ndryshme midis Italisë dhe Shqipërisë, në atë ushtarake, traditën, por edhe turistike. Në fakt, për të ndalur edhe më tek anija Libra, ajo është tashmë pjesë e flotës detare të Shqipërisë, duke qenë se i dorëzohet në të 8 prill forcave detare të Shqipërisë në një ceremoni zyrtare, pra ku merr pjesë edhe kryeministri Edi Rama dhe zyrtar të mbrojtjes. Anija Libra në fakt do të ketë të gjithë ekuipazhin shqiptar. Deri në këtë moment ajo ka funksionuar, ka mbajtur pra një ekuipazh për 64 personash të Marinës italiane dhe në fakt në forcat detare të Shqipërisë këtyre ditëve janë kryer të gjitha trajnime dhe anija Libra i dorëzohet të forcës detare dhe sigurisht që me të dorëzuar ai do të marrë edhe një emër shqiptar. Në fakt anija Libra e çon 19 numrin e luftanijeve të forcës detare të Shqipërisë apo të rojës të breg detare dhe në këtë mënyrë përforcohet edhe më tej flota detare, forcës detare. Gerta Vaskut, falenderoj shumë për detajet që përcolla.